mbrëma të nderuar teleshikues, ne do të jemi edhe sonte në formatin miq në RTS Korça në ekranin e Radio Televizionit Publik të Korçës. Është nder dhe kënaqësi për mua në fakt të kem të ftuar një prej studiuesve do ta konsideroja të mirëfillt të jetës dhe veprimtarisë patriotike, politike të një emri dhe një figure shumë të njohur. Pak vite më parë, bashkë me një grup xhirimi, kemi tentuar dhe kemi arritur të shkojmë në vendin ku ai kishte lindur, në vendlindjen e tij, në qytetin e tij. Natyrisht që nuk kemi gjetur asnjë gjurmë të shtëpisë, por në mendjen tonë ishte gjithmonë ideja se do të arrinim dot të realizonim një dokumentar për jetën e këtij njeriu të njohur shqiptar, që natyrisht pjesën më të madhe e veprimtarisë së tij e krijon Shtetet Bashkuara të Amerikës. Bëhet fjalë për figurën e njohur të Fanolit. Dhe kur 2 vite më parë, shoqën në librarit e qytetit qarkullonte një libër, i cili në fakt ishte shkruar nga një koleg, nga një ikon e zërit të Amerikës, nga një studiues do ta konsideroj të mirëfillt, nxitova për ta marrë në dorë e për të parë se si ishte përshkruar në fakt ose për çfarë kishte hulumtuar gazetari i njohur, ikona e zërit të Amerikës, Ilir Ikonomi, të cilit sot kam fatin ta kem në një intervistë ekskluzive për ekranin tonë. Zoti Ikonomi, mirë se erdhët. Faleminderit. Është kënaqësi për mua në fakt kur mora në dorë ashtu sikur se e thash të studim të mirëfillt dhe me të drejtë një nga kolegët tanë ju ka konsideruar një historian të vërtet. Ju keni mundur të hulumtoni në vjetra arkiv për të sjellë këtë studim të mirëfillt dhe që sa herë kur shfletoj në fakt një mori emrash që qarkullojnë në këtë libër, më kujtohet kur para shumë vitesh ka marrë në dorë një studim të Kostçekrezit, shkruar nga kolegu ynë Andon Andoni. Dhe të gjitha pastaj më sillnin ndërmend këto lidhje që ka pasur ky personazh kaq i njohur. Në fakt ju vini në këtë studim dua ta përmend, pas disa studimeve të tjera. Libri juaj në vitin 2011, Faikonica jeta në Washington, në vitin 2012 keni ardhur para publikut me librin Pavarësia, Pushtimi, në vitin 2014 dhe në vitin 2016 keni hulumtuar për një tjetër figurë të njohur Esat Pash Toptanin. Si lindi ideja për të hulumtuar për figurën e Fanolit? Vini në fakt me 2 librat, Apostulli dhe Rebeli. Po, Fanoli është ju faleminderit njerëz, është herë e parë që vinë në RTS Korça. Faleminderit për ftesën. Dhe Fanoli është një rrjedhim i natyrshëm i gjithë këtyre studimeve të figurave që kanë bërë emër në historinë e Shqipërisë. Domethënë është e natyrshme që unë do të merresha me Fanolin, të paktën sot më duket kështu. Domethënë këto janë figura që e kanë përshkruar historinë e Shqipërisë që nga krijimi i saj, që nga shpallja e pavarësisë. Dhe Fanoli është një njeri që ka dhënë shumë kontribut për pavarësinë e Shqipërisë, po mbi të gjitha për kishën shqipe, për komunitetin shqiptar të Amerikës dhe për kishën shqipe që ngritin në Amerikë. Ishte një inovacion i madh ky i Fanolit. Kështu që unë desha të shkruaja për këtë figurë, jo vetëm se është i rëndësishëm në historinë e Shqipërisë, po unë jetoja edhe në Amerikë, kisha bërë hulumtime përpara për Faikonicën, dhe mendoja se ishte logjikshme që të merresh edhe me Fanolin. Dhe me këtë figurë. Unë dua absolutisht i prekim të 2 studimet tuaja, i quaj studime sepse në fakt për gjithë ata që duan ta njohin në detaje jetën dhe veprimtarinë e këtij njeriu, janë 2 libra mjaftueshëm për ta njohur atë. Cilat janë burimet kryesore që ju jeni referuar për të sjellë historinë e plotë të Nolit? Nuk do ta, në fakt jo e plot, sepse ndoshta ju do të vazhdoni, kam përshtypjen me njëherë pas kthimit të tij në Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të vazhdoj historia e Nolit. Cilat janë disa nga burimet? Po, unë kam hulumtuar çdo burim të mundshëm, kështu që nuk mund të thuash disa nga burimet, po çdo burim që është i mundshëm të hulumtohet, unë e kam hulumtuar. Dhe kam filluar me arkivin qendror të Shqipërisë, ku kam marrë të gjitha dosjet e mundshme që ka aty për Nolin, gjithë informacionin që ka, e kam fotografuar dhe kam në kompjuterin tim, kështu që në çdo moment unë mund të shkoj të referojmë një ngjarje ose një datë. Pastaj kam hulumtuar në arkivin e Shteteve të Bashkuara, që ndodhet në shtetin Maryland, nuk është shumë larg shtëpisë sime. Kam hulumtuar në bibliotekën e Kongresit Amerikan, kam hulumtuar në
arkivin e Fanolit që ndodhet në kishën e Nolit sot në Boston, kishën e Shëngjergjit, dhe ai është një minier ari për mua, ka qenë vazhdimisht dhe vazhdon të jetë, aty ka shumë letra të Nolit, ka gazeta të ndryshme, ka gjëra që Noli ka prekur me duart e tij, si thua. Dhe pastaj ka dhe burime të tjera, siç është arkivi austriak, arkivi gjerman, gjithashtu arkivi italian me shumë rëndësi. Po, sepse ka pasur një marrëdhënie patjetër. Veçantë me Romën. Unë mendoj që kudo që të shkosh gjen gjurmë të Nolit. Dhe besoj Gazeta Dielli ka qenë një burim tjetër shumë i rëndësishëm, sepse ai ishte prej kohësh edhe kryeredaktori i gazetës. Ai ka qenë themeluesi i Diellit. Me qëra fjalë është Gazeta Dielli, është dhe Gazeta Kombi e Sotir Pecit, që është themeluar në 1906, është gazeta e parë e madhe e komunitetit shqiptar të Amerikës, ku ka punuar Noli. Me njerë pas themelimit të gazetës, Noli shkoi punoi atje me Sotir Pecin. Dhe kur u mbyll Kombi, që është gazetë shumë e rëndësishme për shqiptarët e Amerikës, lindi Dielli të cilin themeloi Noli në 25 shkurt 1909. Zoti ekonomi, dua ta filloj këtë histori në fakt të Nolit, absolutisht ata që janë kurioz natyrisht që detajet do t'i marrin tek libri, por tek ata që ju i quani vazhdimisht në libër si heronjtë e Nolit. Episode shumë bukura ka në gjatë fëmirisë së tij me Tahatin, me Stilianin, kur dy heronjtë e tij, në fakt Napoleoni dhe Skënderbeu, janë ata të cilët ai duhet shpeshherë në situatat vështira për të marrë vendime tindante. Në fakt, si vinë marrëdhëniet e Nolit me babain e tij, me Stilianin? Po, jati Nolit nuk është se ka ndikuar shumë në aspektin historik të Nolit, po ka qenë gjyshi dhe një vllai i gjyshes domethënë një personazh tjetër, Xhaxhatasi aty, shumë i rëndësishëm për formimin e Nolit, dhe ata përpiqeshin ta edukonin këtë fëmijë të vogël me ndjenjë patriotike. Ju është interesante, ju keni qenë vetë në Briktepe, domethënë një vend kaq larg nga Shqipëria, dhe të përpiqesh të edukosh një fëmijë me sensin patriotik në një vend që ndodhet në esencë në Turqi, është diçka shumë e çuditshme dhe mua më ka bërë shumë përshtypje. Dhe për fat të mirë, Noli na ka lënë përshkrime shumë të gjalla, herë gazmore, herë me shumë humor nga rinia e tij, se si është formuar ai. Dhe unë nuk desha të ndërhyj në këtë autobiografi të Nolit. Ai e quan skicë autobiografike, por në fakt është një libër i tërë, është 200 ca faqe që ai ka shkruar. Unë nuk desha të ndërhyj dhe të marr atë që ka shkruar Noli dhe ta implementoj në librin tim. Kështu që unë kam marrë vetëm disa shkëndija nga kjo kohë e Nolit që i kam përdorur për librin tim. Nuk e kam kopjuar, si thua, biografin që ai vetë ka shkruar. Dhe është e vështirë të gjesh gjëra që lidhen me fëmijërinë e Nolit, nëse nuk i referohesh gjërave që ai ka lënë vetë. Po nuk ka qenë ky qëllimi im sigurisht, po jam përpjekur të kuptoj nga rrëfimi vetë Nolit se përse ai ka qenë kaq i lidhur me Skënderbeun në radhë parë. Ka pas shumë lidhje me Skënderbeun, e ka pas si idhullin e tij. Janë dy personazhe që i rigjejmë edhe në atë që ju e quani Fanoli Rebel. Sërish vinë këta dy personazhe? Po, gjithmonë vinë, gjithmonë përsëriten. Sepse ai tek Rebeli, që është libri im i dytë për Nolin, Noli i hyn një punë titanike tani, kërkon që të hyjë në politikë. E kuptoj. Po të hysh në politikë në Shqipëri është diçka shumë e vështirë. Është sfiduese. Kështu që prap Skënderbeu dhe Napoleoni janë shumë të rëndësishëm që ai do të merrte. Në jetën e Nolit parakalojnë shumë miq edhe disa prej tyre kthehen edhe në armiq. A mund të konsiderohet Thanas Tashko dhe Jani Vruho si miqtë e vërtetë të Fanolit? Po, jo vetëm miq, po janë mentorët e tij, domethënë ata janë njerëzit që e shtyn atë të shkonte në Amerikë. Ata u bën, si thua, sebebi në thonjza që Noli të shkonte nga Egjipti në Amerikë. Thanas Tashko është gjyshi i Eno Koços, domethënë i ati Tefta Tashkos. Ata jetonin në Egjipt dhe atje ishte edhe Noli, domethënë disa rrethana të jetës shumë të çuditshme. Ai ishte një aktor shëtitës,
përfundoi në Aleksandri të Egjiptit dhe pastaj shkoi dhe u takua me këta dy miq, të cilët u bën jo vetëm miq të mirë, por mentor. Ata kishin ca para, kishin në një hotel, në një restoran dhe ndihmuan Nolin që të shkonte në Amerikë. Janë shumë njerëz të rëndësishëm për Nolin. Dhe në fakt nuk u desh shumë kohë që në Amerikë ai të themi të kthehej në një personazh shumë të rëndësishëm për gjithë shqiptarët, për faktin që kërkoi për herë të parë të jepte meshën në gjuhën shqipe dhe ja doli mban, arriti që të bënte bashk 500 shqiptar për të dëgjuar një meshë në shqip. Në dokumentet që keni zbuluar, sa e vështirë ishte që ta përkthente liturgjinë fetare në shqip, sepse edhe nuk ishte njohës shumë i mirë, të themi, i gjuhëve të tjera tuaja. Pastaj sigurisht ai u përkushtua dhe mund ta konsiderojmë të drejtë një poliglot, por flasim për këto momentet e para. Po, Noli me sa duket nuk e kuptonte vështirësinë e çështjes së liturgjisë shqipe. Domethënë ai mendonte që në rregull të hapim kishën me ndihmë ndaj këtej nga komuniteti. Mirë, po pastaj kur erdhi puna, çfarë do themi në këtë kishë që ta hapim? Po. Duhet që u ngjillit përkthehet në gjuhën shqipe. Në gjuhën shqipe, po. Dhe kjo është një punë krejtësisht tjetër. Domethënë është një punë, një vështirësi e një rangu tjetër. Dhe doli që kjo punë ishte tmerrsisht e vështirë dhe Noli vetë ka pranuar, unë e kam thënë në libër. Kam hulumtuar letrat e Nolit që i ka dërguar sidomos Tanash Tashkos, disa shkrime në kombi, disa polemika që janë bërë mes Nolit dhe njerëzve të tjerë, ku ai pohon se çfarë mundimi i tmerrshëm ishte të përktheje nga greqishtja në shqip, liturgjinë që do thuaj në kishë. Dhe kështu që ato javët e para pas themelimit të pavarësisht se duhet theksuar që ai kishte studiuar në Greqi. Pavarësisht se nuk është se e kishte kaq të lehtë ta bënte. E kam parasysh, po ai shqipja e tij nuk ishte në atë nivel të themi që imagjinoni, flasim për vitin 1908. Ai vjen në 1906 në Amerikë dhe aty fillon e mëson atë shqipen e vërtet, sepse u lidh me komunitetin shqiptar. Në Briktepe ai s'kishte mundësi ta mësonte shqipen aq mirë. Ai mbante shënime, shprehje të ndryshme që dëgjonte, fjalë të ndryshme, ishte shumë inteligjent Noli. Dhe natyrisht kishte një bagazh shumë të mirë kulturor kur erdhi në Amerikë. Dhe prandaj ai hasi me vështirësi të tmerrshme shumë të mëdha. Dhe ka një polemik bile në 1910 me Aleksandr Gjuvanin. Aleksandr Gjuvani e kritikonte, i thoshte ti si je i përshtatshëm për të përkthyer liturgjinë në shqip. Si merresh me këtë punë, i thoshte. Është gabim. Pastaj pati një grindje edhe me Sotir Pecin, i cili e kritikonte përsëri për çështjen e kishës. Po edhe më vonë kanë dalë studiues të tjerë që thonë që përkthimet e Nolit nuk janë dhe aq të mira. Po natyrisht që s'janë dhe aq të mira, sepse ai ishte fare i ri kur i hyri kësaj pune. Ai ishte 26 vjeç kur themeloi kishën shqipe dhe pikërisht kur ishte 26 vjeç filloi të merrem me përkthime. Në atë kohë, imagjinoni sot çfarë bën një ri 26 vjeçar në kohën e sotme. Domethënë është një gjë tmerrsisht e vështirë që hyri Noli kësaj punës së përkthime. Po keni drejtë që e bëni këtë pyetje se është shumë e vështirë të përshtasësh një përkthim me të kënduarit e liturgjisë në kishë. Megjithatë, për e vërtetës, në disa zona të qytetit të Korçës, të rajonit Korçës ku kam shëtitur, kam patur mundësi, për shembull dhe në zonat thella, siç është Katundi, ku ai për e vërtetës kam mbajtur lidhje të forta me katundllinjt, sepse ata ishin ndër të parët në atë Kristoforin që emigroi herët në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe liturgji të përkthyera nga Noli. Ato mbanin vulën e fanolit. Ata vazhdojnë t'i ruajnë në shtëpitë e tyre me shumë kujdes, dhe kjo është shumë interesante, kam patur mundësi t'i shoh nga afër. Megjithatë, Noli është mund të konsiderohet fanoli një ndër të parët ose ndër të paktën shqiptar që në ato vite studiojnë në Harvard? Po, ai është i pari në fakt, nuk di këtë padur në një tjetër. Në 1909 u regjistrua në Harvard, pastaj pati ca vështirësi, ai duhet të merrte bursë patjetër. Që të merrte bursë ata i kërkonin diplomën e mbarimit të shkollës mesme në Adrianopoj, atje e kishte për shkollën e mesme. Dhe Noli nuk e dorëzonte këtë diplomë, dhe thoshte që nuk e kam
pastaj nxori atë variantin që i është djegur diploma. Unë dyshoj se ai mund të mos e ketë marrë fare diplomën, sepse atje pati një grindje me mësuesit, me këshillin, po në shenjë proteste, ju e keni lexuar besoj librin. Pas kësaj grindje, si duket ata nuk ja kanë dhënë diplomën, por Noli thot të kundërtë që po unë e kam marrë. Sepse në fakt ai kërkoi falje, të paktën në libër thuhet që ai kërkoi falje. Po, ai i thot atyre që atje ra një zjarr dhe janë djegur shpikte lloj-lloj teorish, po unë nuk i besoj këto, unë jam skeptik si gazetar dhe nuk para besoj ledhat. Po, dhe në fakt një gjë të tillë e keni thënë edhe kur ai dërgoi një letër për dhënë dorëheqjen kur ishte ministri i jashtëm, duke pretenduar që vuante nga një sëmundje. Pra ka shumë pyetje të mëdha ante erta të themi të figurës së tij. Po jo, këto janë në po edhe interesante në të njëjtën kohë. Gënjeshtra të bardha, domethënë nga zori, nuk janë në gjë e madhe, po ai tha atyre që unë se kam vërtet nuk e kam diplomën. Po unë kam njohuri të atyre gjuhëve, ai dinte edhe gjuhë skandinave, imagjino, ai dinte edhe norvegjisht. Ju në libër thoni që Noli njihte 9 gjuhë të huaja. Po, ishte njohur si 9 gjuhëve të huaja? Po, ai ishte lexues në 9 gjuhë të huaja, po disa i njihte mirë. Për shembull, ai njihte mirë këtë italishten, greqishten po, njihte mirë turqishten. Njihte gjuhët klasike, në latinishtën e njihte mirë, sepse këtë e shikon në përdorimin e shprehjeve latine nga ana e tij. Pastaj kur erdhi në Amerikë ai perfeksionoi anglishtën, aty unë marr vesh që ky pas ka ditur dhe gjermanisht, thot në një vend aty që e kisha mësuar gjermanishtën, thotë që në gjimnaz. Domethënë sa më shumë të gërmosh tek Noli, aq më shumë gjëra të reja nxjerr për sa i përket gjuhëve. Për shembull në gazetën Kombi ne shikojmë që ai botonte një përkthim të Leon Tolstoit nga rusishtja. Pra ai duhet të ketë ditur dhe rusisht. Natyrisht përkthimi mua nuk ka pëlqyer shumë, nuk është në një përkthim kush e di, po tregon që ai ishte një mendje shumë kurioze. Ndërsa nga norvegjiштja po, aty kemi përkthime në gazetën Kombi, ka botuar ai më vonë dhe në Dielli më duket, që janë përkthime të mirë filta nga norvegjishtja. Po, në fakt, për të vërtetës, Noli mund ta konsiderojmë të paktën si një nga përkthyesët më të mirë të veprave të Shakespeare-it. Ai e ka filluar me Otellon, me tragedinë Otello dhe një befasi tjetër për shqiptarët aty ka qenë edhe përkthimet e Rubairave të Omar Khayyamit, të cilat ju i përmendni në fakt në këtë vepër. Do të thotë që ai e ka perfeksionuar, themi se në fakt edhe Rubairat i ka përkthyer nga anglishtja. Përkthimi i Fitzgerald. Po. Tani duhet të ndalemi një moment tjetër të marrëdhënieve që kishte Fanoli me Ismail Qemalin. Po, këto janë marrëdhënie të komplikuara pak. Se ka një gjuhë deri diku ironike në etiketimin, le ta konsiderojmë kështu që ai u vendos personazheve të ndryshme, mes tyre edhe Ismail Qemalit, ku shpeshherë gjejmë në kuptimin boss. Nuk është thjesht çështja aty, po ai me Ismail Qemali, në fillim ai simpatizonte shumë Ismail Qemalin, kishte dëgjuar për të, dhe kur Ismail Qemali po shkonte në Vlorë për të ngritur flamurin, ai shkoi nga Stambolli në Austri, në fillim në Bukuresht, në Vjenë dhe pastaj në Trieste, nga Trieste në Durrës, nga Durrës në Vlorë, është një udhëtim që unë e kam përshkruar në librin për Ismail Qemalin. Shumë udhëtim interesant. Noli merr vesh që Ismail Qemali po shkonte nga Bukureshti, po shkonte për të shpallur pavarësinë, ndoshta dhe autonominë, as ai vetë nuk e dinte në atë kohë, Ismail Qemali, se çfarë do ndodhte. Sot ne e dim, po atëherë nuk e dinim. Dhe Noli mendon që t'i bashkohet Ismail Qemalit në Vjenë dhe bashkë me Ismail Qemalin të shkojë në Vlorë dhe të shpalli flamurin. Kjo është, si thua, ideja që unë nxjerr në konkluzionin tim nxjerr, sepse ai kur shkoi në Evropë nga Bostoni, u nis për në Evropë në mes të nëntorit, ai ka prerë biletën për në Vjenë, jo për në Londër, do të arrinte në Londër, por nga Londra ai kishte ndërmend të shkonte në Vjenë. Po përse në Vjenë vallë? Sepse në Vjenë do kalonte Ismail Qemali, nga Bukureshti do shkonte në Vjenë që të shpallte pavarësinë. Ky është konkluzioni im, Noli nuk e ka thënë ndonjëherë. Dhe ai merr vesh që pavarësia ishte shpallur kur ishte në anije, ai zbret në Liverpool, dhe merr vesh që pavarësia ishte shpallur, s'kishte më nevojë të shkonte në Vjenë. Dhe aty i shkruan një letër Ismail Qemalit dhe i thot e uron në fillim për pavarësinë që u shpall, pastaj një letër tjetër ku i thot
Nëse keni nevojë, unë mund të vit ju ndihmoj në kuptimin që të bësh dikush aty në qeverinë e Ismail Qemalit, sepse Noli ishte ambicioz nga natyra. Këto duket janë hapat e para ambicioze të përfshirjes së tij në politikën shqiptare. Po, ai e kishte këtë ide që nuk do të merresh vetëm me kishën, po edhe me politikën. Po ndodhte në Shqipëri ndodhte një ngjarje tektonike jashtëzakonisht e madhe. Shqipëria po shkëputej, do të kishte një qeveri kombëtare më vete. Më thonë, Noli me siguri ka menduar që duhet të merrte pjesë dhe ai, ishte gjë e natyrshme që Noli ishte pjesë e kësaj qeverie që do të ngrejë në Vlorë. Po Ismail Qemali nuk i kthen përgjigje, ose përgjigja ka humbur, sepse në atë kohë Vlora ishte në bllokadë dhe kështu. Kështu që Noli nuk u lidh dot me Ismail Qemalin. Pastaj kemi një episod tjetër ku Noli shkon në Vlorë në verën e vitit 1913. Dhe ishte pikërisht koha më njëherë pasi Ismail Qemali kishte arritur në Vlorë pas një udhëtimi që bëri në për këto fuqitë e mëdha. Shkoi në Paris, në Vjenë, në Londër, në Rom dhe u kthye në Vlorë. Dhe unë konstatoj që në kohën kur Ismail Qemali ka arritur, është rikthyer në Vlorë, në gusht të vitit 1913, Fanoli arrin në Vlorë për vizitë. Dhe unë mendoj se nuk ka mundësi që Fanoli të mos ketë shkuar të takojë këtë njeriun e madh, domethënë plakun e urtë që shpalli pavarësinë. Por ne s'kemi ndonjë dokument nëse e ka takuar apo jo. Ama ka vetëm një artikull, një shkrim në një gazetë të vjetër amerikane, ku thuhet që këta të dy janë takuar dhe një dëshmitar thotë bile që Ismail Qemali nuk tregoi ndonjë vëmendje të madhe ndaj Nolit. Ndaj Nolit. Gjithë këtë rrugëtimin që përshkruat pra të udhëtimeve të ndryshme që ai ka bërë në vende të ndryshme të Europës, në fakt ju i verifikoni ato dhe me vlerat monetare të biletave që ai vazhdimisht i përshkruani në libër. Sa i vështirë ishte t'i gjejë ato? Po, është pak e vështirë, po gjithmonë është një shprehje që thotë kërko paran gjithmonë, domethënë për të nxjerrë konkluzione se çfarë ka ndodhur, duhet të dish dhe paran ka shumë rëndësi. Dhe Noli përpiqej të siguronte ndihma nga miqtë të tij, sidomos nga miqtë e Bukureshtit. Floqi e ka ndihmuar, Kristof Floqi e ka ndihmuar në New York para se të nisej për në Evropë në vitin 1912, ai udhëtimi i famshëm që përmenda. Ishte shumë e vështirë. Noli ishte si thua shtrok kur i themi ne, nuk kishte lek në xhep. Ishte shumë e vështirë për të siguronte këto parat. Ishte shumë e vështirë të siguronte parat për në Harvard, për Harvardin, po për fat të mirë ai mori bursë nga Harvardi. Dhe ata ja dhanë bursën, megjithëse nuk u gjend ajo diploma e famshme e shkollës së mesme. Kështu që Noli ka qenë gjithmonë në vuajtje të madhe për para, dhe mua kjo vuajtje e Nolit për para më del tani. E keni pasqyruar. Më del tani edhe tek Noli si kryeministër, që është një etapë tjetër e asaj veprimtarisë të tij. Në 1924 unë gjej një letër kohët e fundit ku Noli thotë që nuk kam para, thotë, ishte kryeministër dhe nuk paguaj dot, nuk paguante dot veten, imagjinoni. Interesante. Marrëdhëniet e tij me shqiptarët në Amerikë janë marrëdhënie deri diku themi të ndërlikuara, herë shumë të mira, herë me ulje ngritjet e veta. Për shembull përmend grindjet shpeshherë dhe një gjuhë të ashpër që ai përdor ndaj Kosçekrezit, Mjal Gramenos apo Sotir Pecit, deri vendimet që ai merr për të shkarkuar Kosçekrezin. Pra, në atë kohë duket ndonjëherë si ironike, po për pastërtinë e gjuhës shqipe. Gjithashtu shpeshherë akuzat që vetë shqiptarët i bëjnë Nolit si agenti i Austrisë. Dhe kjo vjen nga Kristo Dako dhe Parashivis Qiriazi. Në fakt, ishte vërtet Noli dyshohet kaq shumë që ka qenë një agent i Austrisë? Po, shiko, kjo fjala agent merret se si ta marrësh, duhet parë këtu çështja. Noli kishte bashkëpunuar me austriakët kur ishte në Durrës, në Durrës dhe në Trieste, në vitin 1913-14, dhe ai kërkonte që të ngrinte një kishë shqipe në Shqipëri, ashtu siç ka bërë në Boston. Dhe këto mund ta bënte vetëm me ndihmën e austriakëve, kështu që austriakët ato e paguanin rregullisht.
Dhe ai kërkonte që ju e dini, në 1914 në 7 mars në Shqipëri arriti Princ Viti, pra fuqitë e mëdha imponuan Shqipërisë ose i dhuruan Shqipërisë në thonjë një princ, sepse ato nuk besonin që shqiptarët mund të vetëqeverisin. Kështu i dhanë një princ. Dhe Noli u përpoq që të binte Princ Vitin, i dërgoi atij një memorandum të gjatë që në Shqipëri duhej ngritur një kishë shqipe në gjuhën shqipe. Edhe unë kam të eksperiencë, unë kam sepse e kam bërë këtë në Boston. Dhe kështu që ishte natyrshme që ai duhet të kërkonte si thua ndihmën e austriakëve në atë kohë, që ishin shumë dashamirës ndaj kësaj Shqipërie të re që po ngrihej, shumë mbështetës. Dhe në këtë kuptim ai ka marrë para nga austriakët, unë këto i kam zbuluar në arkivat austriake dhe jam befasuar domethënë nga kjo marrëdhënie e ngushtë që ai pati me austriakët. Austriakët aty i kanë paguar hotelin në Vjenë, hotelin në Trieste, këto rrugtimet që bënte, dhe më në fund i paguan dhe rrugën për të kthyer në Boston. Kjo ndoshta ishte një nga arsyet që dyshohen nga shqiptarët që ai dhe mund të kishte. Jo vetëm mund të kishte, po ai me që shkruante në gazetat austriake, shkruante artikuj, ata e intervistonin rregullisht, ishte natyrshme të besoj që ai kishte qenë, si thosh, agent në thonjza, njeriu i austriakëve. Mirë po, në vitin 1917, nga fundi i 17-ës, Austria, Shtetet e Bashkuara i shpallën luftë Austrisë, si fuqi armike. Dhe të gjitha ata që kishin bashkëpunuar me Austrinë, patjetër që do të shikoheshin me një sy tjetër. A mund të konsiderohet Noli si ndër të parë diplomatë shqiptar që mbrojti interesat e shqiptarëve? Kam parasysh këtu thirrjen që ai bënte presidentit Wilson, pavarësisht se ky i fundit nuk është se i dha një mbështetje të madhe. Ai ishte jo në kuptimin e mirëfillt të diplomatit, se ndoshta hapat e para. Po, shqiptarët ishin një komunitet që luftonin për pavarësinë e Shqipërisë, patën një rëndësi shumë të madhe, rrezatuan si thua të pavarësia e Shqipërisë. Dhe ky rrezatim ndodhi me anë të shkrimeve të Nolit, me anë të shkrimeve të kishës së Nolit, me anë të kësaj vatre patriotizmi që u ngrit aty, me anë të gazetës Dielli. Gjitha këto janë rrezatime. Këta nuk shkuan, në fillim nuk shkuan të luftojnë me armë në dorë, për shembull, kur Shqipëria ishte në luftën e parë botërore, se nuk kishin mundësi, po fjala kishte shumë rëndësi, që thoni ju. Dhe unë mendoj se po, Noli bëri shumë në këtë aspekt, po kjo që thoni ju, takimi me presidentin Amerikan në vitin 1918, në korrik të vitin 1918, kur lufta ishte duke mbaruar, lufta e parë botërore, dhe kishte një rëndësi shumë të madhe për mendimin tim. Ata u takuan në jahtin e presidentit, në kohën kur po ktheheshin nga një udhtim që presidenti kishte bërë në një vend pelegrinazhi afër Washingtonit, unë kam qenë aty në Virginia, edhe po ktheheshin nëpërmjet lumit Potomac, ndodheshin në një anije, në anijen presidenciale, që sot nuk është më. Kjo e bëri shumë të njohur pastaj Nolin. Sigurisht. Përfundimi, pas këtij takimi ai u bë një figurë shumë e njohur dhe ndoshta ky takim e ka ndihmuar atë që të shihej me një sy tjetër e të pritej ndryshe në Shqipëri. Po, patjetër. Noli pasi erdhi në Shqipëri, pastaj shihej me syrin e një hero, domethënë, hero. Jo vetëm kaq, po Noli pati edhe një aktivitet shumë interesant në lidhjen e kombeve në vitin 1920, në fund të 20-s. Dhe të gjitha këto e bën që të kishte një tjetër status. Statusi i Nolit shihet atëherë si statusi që kishte Afni Rustemi në Shqipëri. Dhe në fakt ju e rrëfeni shumë bukur tek libri tjetër, i cili erdhi pas sa kohësh, Fanoli Rebel? Po, unë nxora librin e dytë pas një viti, dhe në fund të vitit 2024. Kjo ishte në vimësi të gjithë dokumentacionit që ju kishit gjetur në arkiva, dhe nuk ishte se si më të shkëputej. Pra, tashmë është rrugëtimi i Nolit në vitet 20 në politikën shqiptare, në analet e politikës shqiptare, sepse edhe këtu ka ulje ngritjet e veta, që fillon me letrat e para që Konica i drejton ta konsiderojmë në fillim mik, sepse edhe marrëdhëniet me Konicën kanë qenë, edhe ato kanë pasur ulje ngritjet e veta. Në fakt, kur filloi ta konsiderojmë armiqësia e Nolit me Konicën? Po kjo ka filluar në fund të 24-s, ose në fillim të 25-s. Pra pasi Noli
rrëzohet nga Zogu. Zogu vjen nga Beogradi në pushtet. Vjen në pushtet në Shqipëri, Noli ikën, në fillim shkon në Itali, rri pak në Itali disa javë, dhe pasaj në 15 janar Noli niset për në Vjenë, merr trenin për në Vjenë, sepse Vjena ishte shtreja e këtyre emigrantëve, bile edhe emigrant që kishin lidhje me Moskën, me bolshevizmin, që ndikoheshin nga bolshevizmi. Kështu që Noli shkon gjen shtre në Vjenë. Dhe aty pasaj fillon kjo polemika e madhe me Fajkonicën. Se më përpara se sa kjo të ndodhte në fakt, duke sikur marrëdhëniet e tyre ishin diku të stabilizuara, madje të krijohet. Jo, ishin shumë të mira, jo të stabilizuar, ishin shumë të mira. Madje të krijohet ndonjëherë përshtypja sikur Fajkonica e nxit Fanolin që të marrë drejtimin e qeverisë shqiptare, kjo sepse ai nuk e adhuronte kaq shumë Ahmet Zogun. Po, jo vetëm Ahmet Zogun, po krejt qeverinë shqiptare, Fajkonica e quante qeverinë e viteve, domethënë qeverinë që u krijua në 20-ën, në Kongresin e Lushnjës, ishte një qeveri shumë e rëndësishme për mendimin tim për Shqipërinë, e derisa erdhi çasti kur pushtetin e mori Noli në 24, në gjithë kjo periudhë 20 deri 24, Fajkonica vazhdimisht e quante qeveria anatolake. Dhe i merte me radhë dhe i shante ministrat të gjithë me radhë, bile ndikoj shumë edhe tek Noli që ky të bësh më agresiv në kritikat ndaj qeverisë shqiptare, qeverisë Xhafer Ypit në fillim dhe pasaj të Ahmet Zogut. Dhe pasaj kriza arriti kulmin, domethënë kjo krizë e marrëdhënieve mes Vatrës, që përfaqësohej nga Konica, se Konica vjen dhe merr drejtimin e Vatrës në shtator të 1921-shit, e deri në 23-shin, kjo krizë e madhe, si thua, mban edhe vulën e Konicës, domethënë kjo zënk e madhe mes Vatrës dhe qeverive në Shqipëri. Nga ana tjetër, Noli kishte bërë, të themi, armiqtë e vet. Sotir Peci, për shembull, ishte një nga figura që madje pretendonte ndalimin e Nolit në Shqipëri. Edhe kjo ishte shumë interesante marrëdhëniet se si krijojnë. Ndërkohë që një rol shumë të rëndësishëm, e përmendëm edhe pak më përpara, Noli luajti edhe në lidhjen e kombeve. Letra e famshme të cilën ju e keni publikuar në fund të këtij libri tregon edhe një herë rolin që ai luajti. Edhe këtu le ta konsiderojmë një diplomat shqiptar. Po, këtu ka shumë probleme, domethënë ju e keni fjalën për fjalimin që mbajti Noli në 10 shtator 1924. Noli shkoi në Gjenevë, në lidhjen e kombeve, ai e njihte Gjenevën mirë tashmë, se kishte qenë disa herë në Gjenevë. Në fillim për pranimin e Shqipërisë në lidhjen e kombeve në dhjetor të 20-s, pastaj në 21-shin. Atje përdorin gjuhë të ashpër pastaj. Po, në 21-shin ai shkoi përsëri për të mbrojtur kufijtë e Shqipërisë, dhe tani në 24-ën ai shkon në Asamblenë e Përgjithshme të Lidhjes Kombeve, siç shkojnë sot udhëheqësit shqiptarë dhe të vendeve të tjera në OKB-n në New York. U mbajt një asamble e përgjithshme në shtator, Noli ishte atje dhe mbajti një fjalim, po ky fjalim nuk ishte as pak diplomatik, sepse ai aty sulmoi lidhjen e kombeve. Gjua ishte shumë e ashpër dhe ishte pa justifikueshme për mendimin tim. Për pozicionin që ai kishte. Po, jo vetëm aq, por në një moment ai si thua diskrediton dhe parlamentin si institucion. Noli nuk e donte parlamentin. Nuk e donte, nuk i interesonte parlamenti, donte gjërat i bënte pa parlament, sepse mund t'i bënte më lehtë. Ndërsa parlamenti është një dhomë me gaz mbytës. Po. Nuk i interesonte parlamenti. Është me gaz mbytës vërtet, po një udhëheqës duhet i kujdesshëm në atë që përcjell. Patjetër, duhet ta duroj parlamentin. Domethënë, kritikat janë të mira, nuk janë të këqija. Debatet janë të mira, në fundin nxjerrë një gjë të mirë. Megjithatë, të rikthehemi pak në pozicionet që ai mori në politikën shqiptare. U përpoq shumë dhe u zgjodh kryetari i Partisë Popullore me 19 vota. Këto mund të konsiderohen hapat e para që Noli hyri në politikën e brishtë shqiptare? Po, paka shumë kjo është. Ai erdhi në Shqipëri jo në vitin 1920 siç mendonte, se ai u nis nga Bostoni në korrik të 20-s, në shtator ishte në Durrës. Mirëpo qeveria, siç përmendët dhe ju pak më parë, qeveria Sulejman Delvinës nuk e lejoi të zbriste nga vapori në Durrës dhe ai u kthye mbrapsht. Dhe shkoi pastaj ata çuan në lidhjen e kombeve që mos e kishin në përkëmb në Shqipëri. Nuk e donin Nolin në përkëmb.
Dhe kështu që Noli praktikisht vjen në 8 prill të 21-shit shkel në Shqipëri. Dhe në 21 prill të 21-shit u hap parlamenti shqiptar, kur Noli ishte një pjesë e parlamentit. Kjo mund të thuhet që është hyrja serioze e Nolit në politikën shqiptare. Dhe me një ego deri diku të fort, ku ai pretendonte të merrte poste shumë të rëndësishme, në fillim refuzon postën e ministrit i jashtëm, pastaj e pranon atë, kërkon t'i jap dorëheqjen, nuk pranon që vendimet të merren në mungesë të tij. Pra, nëse do t'i rikthehemi të themi karakterit të tij si politikan, si mund ta përkufizojmë këtë njerëz? Është një rebel, do më thonë fund e krye, ata e kam quajtur dhe librin Rebeli, dhe i përshtatet mirë, mendoj unë. Të tjerë nuk kanë guxuar ta thonë këtë, ose për arsye të ndryshme nuk e kanë thënë, po për mua është shumë e natyrshme që ai të jetë një rebel. Ai rebelohej shpejt kundër çdo gjëje. Edhe në këtë rast ai u rebelua për çështjen e ministrit të jashtëm. Në fillim ai nuk donte të bëjë ministër i jashtëm, me sa duket donte të bëjë kryeministër. Po. Që ja arrin pastaj më vonë me një formë tjetër. Po ai nuk e pranoi ofertën e Xhafer Ypit, që ishte, domethënë Xhafer Ypi do krijonte qeverinë e re, ishte kryeministër, dhe propozoi Nolin si ministër të jashtëm, dhe Noli refuzoi. Në atë kohë Noli refuzonte nga Korça, Noli ishte në Korçë, se Noli në 9 dhjetor 1921 arrin në Korçë, dhe në Korçë ai pati një, si thosh, një jehon shumë të madhe, ardhja e tij bëri shumë jehon në Korçë. Kjo ndoshta ishte arsye që ai u shpall qytetar nderi i Korçës? Patjetër, po korçarët gjithmonë e kishin shumë qejf Nolin për kontributin që kishte dhënë në Amerikë, meqense në Amerikë ishin shoqëritë korçare, shoqëria dardhare, me së tjera ishin katundasit, ishte shumë korçar. Kështu që Noli... Me familjen Pani, për shembull, kur kam realizuar një dokumentar për familjen Pani, Josif dhe Vasil Panin, ka dalë aty marrëdhënia që domethënë të dy, dhe Sotiri dhe Vasili kishin me Fanolin, por edhe me Fajkonicën, por në momentin kur këta të dy nuk kishin marrëdhënie të mira, atëre Vasili dhe Josifi përpiqeshin të ruanin ekuilibrin mes të dyjave. Po më shumë ata ishin pas Konicës. Po, pas Konicës, sepse ai madje ju ka besuar dhe një objekt shumë të rëndësishëm që është Jeleku i tij i famshëm. Pavarësisht se ishte shpallur qytetar ndër i Korçës, marrëdhëniet e tij në Amerikë me korçarët nuk ishin dhe kaq të mira. Kam parasysh Sotir Pecin, Kosçe Krezin. Po jo, nuk mund ta them kështu, se mbështetësit e tij kryesor ishin korçar, po disa udhëheqës, sigurisht udhëheqësit gjithmonë kanë egot e tyre. Kanë egot e tyre. Po, domethënë Noli u rebelua në këtë kuptim që në fillim ai ishte në Korçë, siç thash unë, dhe ishte Ahmet Zogu që i kërkonte të vinte urgjent në Tiranë se do të bëjmë ministër të jashtëm. Dhe Noli thoshte jo, nuk dua poste. Po unë nuk kuptoj këtu që ai donte postën e kryeministrit, të cilën tashmë e kishte marrë Xhafer Ypi dhe ai s'kishte mundësi. Dhe pastaj Noli bëhet ministër i jashtëm dhe Zogu ishte njeriu që e bindi, dhe unë kam gjetur letra shumë të rëndësishme që tregojnë se si Zogu e bindi që ky të vinte në Tiranë dhe të bëj ministër i jashtëm. Dhe menjëherë jep dorëheqjen, shumë shpejt jep dorëheqjen si ministër i jashtëm. Sepse kërkon dhe punon fort për të arritur postin e tij të kryeministrit. Jo thjesht ajo, por Noli ishte pak kryeneç, nëse mund të themi kështu. Nuk donte për shkakun që të tjerët i ndërhynin në punët e tij si ministër i jashtëm. Dhe një nga këto punë ishte emërimi i konsulëve që do të bënte Noli, i përfaqësuesve jashtë vendit. Noli donte që këto emërime i bënte ai vet, dhe jo në mungesë të tij i bënte Xhafer Ypi. Dhe kështu nisi kjo grindje. Edhe Noli jep dorëheqjen kur ishte në Rom, i shkruan një letër që unë jam sëmur. Po, jam sëmur, po, që edhe nuk dihet vërtet. Që s'ishte vërtet. S'ishte vërtet. Po ndërkohë, i është dashur të ballafaqoni shpeshherë episode të përshkruara nga në versione të ndryshme, siç është ai i ndodhur plagosja e Ahmet Zokut në parlament, për shembull. Sa situata të tilla mund të ketë ku të është dashur të zgjedhësh variantin më të besueshëm, domethënë duhet të kesh edhe pak intuit për ta bërë një gjë të tillë dhe për ta sjellë për lexuesin. Po, për këto gjëra ka dëshmi, shkruar shumë, edhe Zogu vet bile ka dëshminë e tij, ka lënë dëshminë e tij, si u plagosa, si më qelloi, o më erdhi mbrapa, mora 3 plagë, ndërsa të është dashur të ballafaqosh disa variante për cilat disa variante dhe
Dhe fatmirësisht Noli ka dy variante. Një variante ka rrëfyer në gazetën Dielli, pra i ka shkruar gazetës Dielli një artikull ose një diçka të tillë me shënimet e tij, dhe një variante ka prodhuar më vonë në librin për Kishën në 1959 që është botuar në Boston. Dhe kështu që ne kemi shumë këndvështrime nga kjo. Pastaj kemi variantin e ambasadës amerikane, shumë e rëndësishme. Ambasada amerikane, ose legata që quhesh në atë kohë, kishte njeriun e saj, Kuqalin, që dërgonte në parlament, për të ndjekur punimet e parlamentit. Dhe ai aty u befasua kur pas se çfarë po ndodhte, dhe ka mbajtur shënime shumë të hollësishme që gjenden në arkivin amerikan. Kështu që unë kam shumë material të cilat i krahasoj dhe shikoj se ku gënjen njëri dhe ku tjetri nuk gënjen, thotë vërtet. Ne deri tani thamë që ai vjen vërtet si një figurë kreneçe, rebele, po e çuditshme është se si figura e Nolit për disa shqiptar shihet ndryshe. Për shembull, vjen çuditërisht si një figurë pa djallëzuar nga këndvështrimi Mustafa Kruje, si një njeri që pothuajse nuk e njihte mentalitetin e shoqërisë shqiptare dhe që nuk thurte intriga politike. Po, Noli njihet për atë që ju thatë, domethënë për naivitetin e tij. Unë them që është një lloj naiviteti. Çdo njeri që vjen nga jashtë, unë vi nga Amerika në Shqipëri dhe jam pak naiv dhe më duken gjërat kështu ndoshta më të bukura se sa janë, por kur jetoj për një farë kohe në Shqipëri kuptoj pasaj që këtu ka shumë intriga, ka shumë gjëra të brendshme që unë nuk i njoh kur jam në Amerikë. E njëjta gjë ndodh edhe me këta njerëz, me Kornicën, me Nolin për shembull, që Noli ishte shquaj për këtë lloj, për një lloj naiviteti. Te ky libër nuk është se figura e Nolit si kryeministër vjen shumë e plotë sepse ju jeni ende duke studiuar. Në fakt do të kemi befasi në figurën e Nolit si kryeministër? Meqense jeni... Jo, domethënë ky libër e përshkruan gjithë periudhën e Nolit si kryeministër, po unë kam gjetur dokumente të tjera që nuk i kisha gjetur deri në këtë kohë. Disa njerëz më kanë ndihmuar me letra, pastaj në disa arkiva kam gjetur gjëra që nuk prisja t'i gjeja. I kam gjetur pak me vonesë, për shembull kam gjetur se ka pasur një komplot të organizuar për rrëzimin e Nolit, domethënë një komplot nga italianët dhe anglezët. Unë nuk e dija këtë. Unë i kam studiuar dokumentet angleze, kam studiuar dokumentet italiane, por nuk kam parë gjë. Pastaj më rezulton që këto dy vende, përveç zogut me Beogradin, që kam bërë komplotin e tyre për ta rrëzuar Nolin, kemi edhe një komplot tjetër, që është mes italianëve dhe anglezëve për ta rrëzuar Nolin. Ata kanë konkluduar që zogu është më i mirë se ne, për ne, për arsye se zogu mund të na ndihmojë për ta shfrytzuar ekonomikisht Shqipërinë, Anglia donte naftën e Shqipërisë e tjera. Ky është për shembull një element i ri, po ka edhe gjëra të tjera që mua më dalin vazhdimisht nga letra, nga gjëra. Do të vini një libër tjetër sërish për Nolin? Unë do bëj një libër të tretë, dhe kam nisur librin e tretë për periudhën në mërgim të Nolit. Pra pasi ai ka mbaruar punën si kryeministër, largohet siç thash në Vjenë dhe në Berlin. Dhe aty unë do përpiqem të inkorporoj këto elemente të ri. Dhe do ta konsiderojmë një trilogji për Nolin apo do të kemi vazhdimsi? Besoj do ta përfundojmë. Do ta përfundoj 3 libra, po ku i dihet, edhe mund të ketë një libër të katërt. Do të kemi fjalime të tjera interesante të Nolit, se 3 fjalimet interesante ju i keni sjell në këtë libër tek Rebel. Po Noli ka shumë fjalime, domethënë fjalimet e Nolit është e vështirë pak të selektosh. Është shumë e vështirë kjo, se mund të thuash që un kam shumë gjëra për Nolin, kam me mira dokumente. Nuk është problemi të kesh dokumentet. Problemi është ti fusësh ato në sit dhe ti nxjerrësh si të nxjerrësh esencën e tyre. Dhe 2 vite pasi ju e keni sjell këtë studim për Nolin, keni vendosur ta ndani edhe me audiencën, themi, me stafin akademik, po dhe me studentët e Universitetit Fanoli, që mban dhe emrin e këtij njeriu të madh. Po, kjo është kënaqësi e madhe për mua që takohem me studentët e Universitetit Fanoli. E kisha menduar gjithmonë një takim të tillë dhe ja ku erdhi dhe më vjen shumë mirë. Unë ju uroj shumë për të dyja librat, për këtë studim të detajuar, është shumë interesant për gjithë ata që duan ta njohin ndryshe, por natyrisht nuk kam se si të shkëpuz dhe përpos figurës tuaj si studiues edhe kontributin e jashtëzakonshëm që ju keni dhënë në
tek zëri Amerikës. Vetëm pak ditë më parë, presidenti sapo zgjedhur Trump ka vendosur të mbyll një nga stacionet që prej 82 vitesh ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Ka qenë zëri në fakt i Amerikës në shumë gjuhë të botës. Si e konsideroni ju këtë vendim? Mendoni që është një vendim serioz i presidentit amerikan? Po, kjo vjen nga nisma që ka marrë presidenti Trump për të bërë shkurtime në institucionet e ndryshme amerikane, në agjencitë e ndryshme për të kursyer. Amerika është në një borxh jashtëzakonisht të madh prej 36 trilion dollarësh, që është me të trilion, domethënë nuk është miliard. Dhe ideja është, domethënë ideja e qeverisë Trump dhe sekretarit Thesarit është që ne nuk mund të vazhdojmë në këtë rrugë e tjera. Dhe kështu që ai po përpiqet të gjejë mënyra për të bërë shkurtime. Dhe i ka hedhur sytë edhe tek zëri Amerikës, të cilin tani për tani ai e ka, domethënë punonjësit atje janë pezulluar, nuk dihet si do shkojë më tej, sepse kjo është një prerogativë e Kongresit. Zëri Amerikës është krijuar me një ligj të Kongresit dhe presidenti nuk mund ta mbyll, por natyrisht ai mund të bëjë ndryshime aty, mund të bëjë shkurtime dhe ne nuk e dimë se si do të shkojë më tej tani për tani. Po unë jam, mund ta quaj veten të privilegjuar që kam punuar në zërin Amerikës, se me të vërtet ka qenë një zë i së vërtetës. Ne kemi pasur ato parimet e mëdha të medias amerikane, të shtypit lirë, siç është për shembull objektiviteti, balancimi i fakteve, të gjitha. Duke referuar pikërisht në kësaj që po thoni, a mendoni se po preket liria e medias në Amerikë, pikërisht aty ku mendohet që liria e fjalës është? Po, nuk mund ta themi këtë me plot gojën. Presidenti Trump nuk, domethënë kjo çështje nuk ka mbaruar ende, si thua. Po të shikojmë se si do shkojë, nuk e di. Unë besoj se disa funksione esenciale të zërit Amerikës do të mbeten. Do të ngelen. Nuk është se do të mbyllet. Kështu e besoni. Po. Ju keni dhënë një kontribut prej 3 dekadash në gjithë të rrugëtim të gjatë, megjithëse jeni shkëputur disa vite më parë. Cili do të ishte momenti më i rëndësishëm, lajmi më i bukur, më sensacional që keni përcjell tek? Po ka shumë, se janë po një që mund të veçoni. 30 vjet. Unë kam qenë në Kosovë dhe këtë do ta mbaj mend shumë mirë në 1999, kur trupat e NATO-s hynë në Kosovë. Unë kam qenë me trupat e NATO-s që hynë në Kosovë në fillim fare. Kjo për mua ka qenë gjëja më e bukur në jetën time, në gjithë karrierën time, me thënë drejtën. Kisha me vete një telefon satelitor që është, dhe me anë të tij transmetoja live për zërin Amerikës. Ishte një gjë pa krahasueshme, dhe njerëzit qanin nga emocioni kur hynin trupat e NATO-s, se ndjenin që po vinte çlirimi, dhe unë e kam përjetuar këtë në vend aty. Pastaj hyra në Prishtinë me disa gazetarë të tjerë, edhe aty e njëjta gjendje, po ishte pak më e vështirë, se aty kishte trupa serbe, ne u vum në rrezik nga snajper, aty ishte një situatë kështu shumë e komplikuar. Dhe unë doja 3 javë në Kosovë dhe raportova shumë për varret masive, për njerëzit që po çliroheshin, për një frymë të re që po linte, bile pasha dhe ndërtimet e para. Nuk është si në Shqipëri që njerëzit ikin e braktisin vendin, jo, këta shqiptarët e Kosovës treguan një patriotizëm që mua me të vërtet më emociononte si gazetar. Me njëherë u kthyen në Kosovë dhe nisën të ndërtojnë shtëpitë e filluan punën. Është vërtet. Një frymë kështu që dhe aty unë besoja që shqiptarët vërtet e duan vendin e tyre dhe nuk mund të largohen kur. Sot në shikojmë që njerëzit largohen. Ky është lajmi më sensacional, po lajmin e parë fare që keni përcjell në terren për zërin e Amerikës, e mbani mend? Nuk mund të them. Kam përcjell shumë lajme, sidomos për diasporën. Kam punuar, shkoja shpesh në New York, ku është pjesa më e madhe e diasporës, në Boston gjithashtu. Nuk di të them për ndonjë kështu lajm specifik, si thua. Jo, kam fjalën për lajmet e para, kur kemi filluar punë. E kuptoj, po nuk e di, nuk mund të them.
Po kjo më ka bërë shumë përshtypje, sa po përmenda. Në pjesë e stafit të Zërit Amerikës, gazetarë të cilët kanë pasur një eksperiencë të gjatë, mes tyre dhe ju, po dhe të rinj, si ishte fryma e gazetarëve shqiptarë në këtë stacion? Edhe sot kemi gazetarë të rinj të cilët ju bashkuan për fat të mirë. Po, ne kemi qenë... Të cilët vini me një eksperiencë. Nuk e di me çfarë eksperience mbërritët ju në këtë stacion kaq të rëndësishëm. Unë kisha punuar për Reuterin, kisha punuar rreth 2 vjet, më pak se 2 vjet. Kisha ndihmuar korrespondentët e huaj që filluan të vinin në Shqipëri, pasi u hap Shqipëria në 1991. Kështu që kisha një lloj eksperience, po atje unë gjeta atë, si thua, median e lirë, frymën e medias lirë, që këtu në Shqipëri natyrisht nuk ishte. Dhe aty, si thua, mora mësimet e para të gazetarisë perëndimore, që për mua ishte shumë interesante. Pse nga ndryshonte gazetaria perëndimore nga ajo lindore, ta quajmë? Po, shumë e pavarur. Domethënë gazetari ka një hapësirë të madhe lirie, domethënë ndryshe nga këtu. Ka një diapazon shumë të gjerë për gjërat që do të mbuloj, për gjërat që do të flasi, për të vërtetat që kërkon të thotë. Që të bësh pjesë e një stacioni të tillë televiziv, cilat ishin kriteret e një gazetari të ri? Po, her pas here ne kishim nevojë për gazetarë të rinj që duhet vinin nga Shqipëria, për shembull, ndonjëherë edhe nga Amerika, po kryesisht nga Shqipëria. Hapej vendi, ta zëmë ikte dikush ose kështu, dhe pastaj bësh çdo gjë me konkurs, nuk ishte miqësi ose hatërllëqe kështu. Çdo gjë ishte me kritere sipas një programi të caktuar që ti mund të hyje në zërin e Amerikës, me rregulla çdo gjë. Ishe më komode të ishe në pozicionin e një folësi lajmesh, apo më profesionist kur ishe në teren? Unë i kam bërë të dyja, në fakt. Edhe kam qenë folës për një farë kohë, kam qenë në terren, shkoja shpesh, më pëlqente shumë, merja me vete këtë tripodin, siç e quajmë ne, kamerën me vete, me një valixhe ose me një gjë, dhe zakonisht shkoja vetëm, nuk isha në një ndihmës tjetër, i bëja vetë intervistat, gjeja temat atje, pastaj i editoja vetë në kompjuter dhe i dërgoja nga terreni. Ishte një eksperiencë e paharruar për mua, është me vërtet, dhe nga kjo pikpamje më vjen keq që po bën këto përpjekje për ta mbyllur zërin e Amerikës. Unë ju falenderoj, sigurisht u përpoqja që përpos pozicionit për cilën në fakt ne biseduam sot, se në qendër në fakt doja që të ishte studimi juaj edhe disa kujtime të bukura që na sollet nga puna 30 vjeçare që ju keni punuar në këtë stacion, dhe që shpresojmë në fakt që të kemi së shpejti një lajm të mirë, që ky stacion të vazhdojë të përcjell lajme nga gazetarët tanë, të cilët një pjesë të cilëve kanë mbërritur nga Shqipëria në Amerikë për të bërë këtë punë që më tepër se sa një profesion është një mision shumë i rëndësishëm. Zotë Ekonomi, unë ju falenderoj shumë për gjithë minutat që na kushtuat. Në emër gjithë teleshikuesve ju uroj shumë suksese në punën tuaj hulumtuese, që besoj do të vazhdoj gjatë. Jo vetëm për figurën e Nolit? Jo vetëm për Nolin, po shpresoj të kem dhe figura tjera. Ju uroj shumë suksese. Faleminderit Ariona. Ne ishim së bashku në intervistë ekskluzive me studiuesin dhe ikonën e Zërit Amerikës, zotin Ilir Ekonomi, në miq në RTS Korça. Së bashku sigurisht do të shihemi me personazhe të tjerë.